Por të 11 vit radhazi, Kisha Katolike e Shkodrës kremtoi edhe këtë 26 dhjetor meshën e shenjtë të Shën Shtjefnit, pajtorit të qytetit. Mesha u kremtua në objektin e kultit të Kalas Rozafa dhe u udhëhoq nga Padër Gazmend Tinaj. Gjatë predikimit ai theksoi se ky objekt është një kishë simboli të krishterëve dhe përreth zonës kanë qenë edhe 2 kisha të tjera. Me këtë kala, me siguri të kështente para, po ata që në kanë parapri, kanë dashur të marrë këtë kishë si simbol të tyre, simbol, pse jo, ndoshta edhe të martirizimit, sepse e dim që të kështentët në vendin tonë janë martirizuar shumë. Po kanë dashur edhe me marrë si simbol të gurit, edhe gurit e fortë, që është edhe simboli i Shën Shtjefnit. Po këtë nuk ka qenë vetëm kjo kishë në vërtet, sipas një harte të 1478 kur është bërë rrethimi i Shkodrës. Këtu ka pasur 2 kisha tjera në vërtet. Jo larg prej këtu ka qenë edhe kisha e Shën Nikollës, edhe kisha e Zojës Papërlyme. Pra këtu nuk ka qenë vetëm një kishë, do të thotë që kjo duket tash është ka mbijetuar në një farë mënyrë të transformuar deri dikun, por sot ne kemi ardhur këtu për me nderuar këtë shenjë. Kremtimi i kësaj meshe ka vetëm një qëllim: të kujtojmë dhe të mos bien prej e harresës, veçanërisht për brezat e ri, tha famultari i Shkodrës Don Artur Jaku. Prania jon sot në këtë vend sigurisht është për me kujtu, për mos me harru. E njëkohësisht për me vlerësu të kalumen tonë. Unë besoj se jena një popull i vogël, por një popull me shumë domethënie. Besoj e keni marrë shumë mirë vesh lajmin që pri këtij populli tashma shumë shpejt do jetë shetnesh Nën Tereza, e shumë shpejt do jenë të shpallën martir edhe të gjithë meshtarët, klerik, por jo vetëm të cilët janë në proces, janë dërguar në Vatikan, e shumë shpejt papa edhe ato do të shpallin si martir. Prandaj këtë ngjarje na bojnë krenar gjithëve ne e marrë shqiptar. Në 26 dhjetor, katolikët përkujtojnë festën e Shën Shtjefnit, pajtori i katedrales dhe objektit në Kalan Rozafa, sipas drejtuesve të Kishës Katolike.